Presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova ka pritur sot në takim homologun e saj slovak Peter Pellegrini, me të cilin ka diskutuar për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Siljanovska tha se Slovakia është një nga mbështetësit tanë më të besueshëm dhe më të përkushtuar prej vitesh për integrimin evropian, dhe se këtë nuk e bëri vetëm në kuadër të grupit të Vishegradit, por edhe me pjesëmarrjen aktive në grupin miq të Ballkanit Perëndimor. Të dy presidentët ndajnë qëndrimin se zgjerimi duhet të bazohet me kriteret e Kopenhagës, nga të cilat nuk duhet të shmangemi, pra të bazohemi në merita dhe rezultate dhe të mos varet nga kushte shtesë politike jo racionale. Ne vazhdojmë të kontribuojmë në mënyrë aktive për sigurinë kolektive dhe rajonale, sepse ajo siguri është edhe siguria jonë. Me Slovakinë na lidhe dhe trashëgimia e përbashkët e vëllezërve të shenjtë Kirili dhe Metodi, marrëdhënie të forta kulturore dhe një miqësie gjithanshme dhe afatgjate. Ndërkaq presidenti slovak Peter Pellegrini tha se mbështet rrugtimin e Maqedonisë së Veriut për integrim në Bashkimin Evropian. Sipas tij, integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE do të forconte sigurinë të tërë Europës. Zgjerimi i BE-s, duke përfshirë brenda pjesën e Ballkanit Perëndimor, është mënyrë përmes së cilës do të financohet siguria e të gjithë Evropës. Sinqerisht, më vjen mirë që Slovakia ka raporte miqësore me vendin tuaj, siç edhe përmendet, rënjët shkojnë tek vëllezërit e shenjtë Kirill dhe Metodi, sepse ne jemi miq në NATO dhe qendrat tona ndihmojnë për forcimin e sigurisë. Ndërkaq, ministrat e jashtëm të dyja vendeve nënshkruan memorandum bashkëpunimi në sferën e ekonomisë.